Ju prezantoj a Muharrem Ramaj, nga Mallakastra e Sipërme. Frata dans. Që në moshën e vogël jam marrë me e kisha qef fyllin sepse dëgjoja i binte dajua im, i binte xhaxhai, më vonë i binte vllai më i madh nga unë. Edhe kisha qef edhe e fillova si instrument, e mësova dhe në moshën 10-12 vjeç unë konkuroja në shkollë. Kishte edhe instrumentistat të tjerë që i binin fyllit atje. Një Enver Filaj që kam pasur shok, edhe e kam akoma, edhe ai i binte fyllit mirë. Plus asaja, kisha qef edhe këngët, sepse këndonim si fis, si familje. Edhe i kisha qef edhe këngët. Kur vinte puna, hipja në majtë fikut duke ngrënë fiqe dhe duke kënduar. Megjithatë, vazhdova karrierën time në shkollë, kisha qef këngët të çdo lloji treve muzikore. Dhe gjatë kohës, pasi ika dhe ushtar, edhe atje me grupin e ushtrisë, në atë kohë, u ktheva në ushtria. U ktheva në ushtria në 75-ën dhe ika në Povelç. Periferi e qeveria asaj kohe dhe shkon në Povelç, në Xhamin e Re. Dhe aty u mora, plus punës u mora me aktivitetet të ndryshme, duke nisur që nga muzika në përdasma, se i bija dhe mësove fizharmonikën, i bija fizharmonikës, dhe këndoja këngë të ndryshme në përdasma, pothuajse të gjitha trevave. Dhe aty u lidhëm me grupin e Myzeqes. Me grupin e Semarit, Myzeqes, të Xharës, si që ishte komplet zona, edhe me vallë, edhe me këngë të ndryshme myzeqare. Më vonë pasaja, me karrierën time vazhdova dhe këngën e muzikës lehtë. Këtu te teatri, këndoja këngë të Tonje Tërshanës, të Luan Zhegut, Kozma Dushit, dhe kemi dhënë koncertet Zerat e rinj të klasë punëtore. Dhe zhvilloheshin këtu, me Nikolaj Bulon, Rahmet Ket, janë nderuar me çmime. Më dhanë çmimin e dytë këtu për atë festivalin që u bë këtu. Dhe që atëre pasaj kam vazhduar edhe me grupet polifonike. Mua më vjen mirë që të them këngët popullore të trevave shqiptare. Dhe kemi qenë me grupin e Mallakastrës, lartë. Atë e vazhdonim që kur ishim në Xhar, aty me Yzeir Lanën, me vëllezërit e mi që kishin atje, dhe shoqërin e plot që ishim, dhe morëm pjesë në festivalin në Gjirokastër. Edhe me këngë, edhe me valle. Kemi kënduar vallën e Dhelprës atje, kam qenë edhe si valltar. Më vonë pasaja, u lidha me grupin e Mallakastrës, me grupin Gjergj Arjaniti, si udhëheq grupi Guri Rogaj, mjeshtri i madh, dhe shok të tjerë. Në grupin e Guriut, kam qenë pothuajse në të gjithë sezonin që kemi bashkë mbi 20 e ca vjet, si kthyes i grupit. Mbaj edhe hedhjen, po kryesisht kam qenë kthyes i grupit. Kemi marrë pjesë në shumë evente të ndryshme që na kanë dalë si brenda vendit edhe jashtë vendit. Megjithatë, sot nuk mund të bëj historikun se si vazhdon, po
arti nëpërmjet shtetit nuk vlerësohet ashtu siç duhet vlerësuar. Arti është pasqyra e shtetit, e vendit. Sepse arti kudo që shkon përfaqëson vendin që je. Nuk e përfaqëson asnjë gjë tjetër përveç artit. Arti është i veçantë që nxjerr faqen e vendit dhe e nderon vendin kudo që vete. Arti shqiptar ka një veçori në të gjitha grupet e tjera, kudo që kemi qenë, kënga popullore shqiptare ka pasur vlerën e saj dhe është nderuar dhe është vlerësuar me çmime të ndryshme, edhe jashtë vendit. Kemi qenë me grupe, kemi qenë jashtë në Poloni, Fylli mori çmimin të parën në 80 shtetet të Evropës, se u bë festivali i madh i turizmit malor. Edhe Fylli u nderua me çmim të parë. Plus edhe kënga Labe që u këndua atje, edhe ajo u nderua me çmim të parë. Kështu që çdo gjë ka vlerën e vet. Që ta zgjat më tepër nuk kam çfarë zgjat, po ju falenderoj juve, edhe inshallah u bëj thirrje edhe të rinjët që të dëgjojnë, të mësojnë dhe të vazhdojnë këtë rrymë të folklorit ose të këngës popullore shqiptare të eci përpara.